Banorët e një bloku pallatesh pas teatrit Migjeni në Shkodër përjetuan momente ankthi dhe paniku. Si pasojë një zjarri të rënë në boksin e sahatëve të energjisë elektrike në brendësi të pallatit të re të mëdhatymi mbuluan ambientet e brendshme të pallatit, por edhe të gjithë zonën. Situata u normalizua pas mbërritjes së forcave zjarrfikse, të cilat ndërhyjnë në kohë dhe përmes shkallëve fillimisht evakuuan disa banor të pallatit. Banorët morën ndihmën e parë nga bluzat e bardha, ndërsa fatmirësisht nuk kishin lëndime. Forcat zjarrfikse ndërhyn në të gjithë godinën për të kryer aerosje në ambienteve të banuara. Policia nisi hetimet, ndërsa fillimisht dyshohet që një shkëndijë elektrike të ketë shkaktuar zjarrin, i cili më pas përfshiu të gjithë matësit e energjisë elektrike.